Nuk do të ngrini figura të gëdhendura ose në një kolonë që ta vendosni në vendin tuaj, as në një gur të stolisur me figura me qëllim që të përuleni përpara tij. Okej, ja ku ke. Të gëdhendurat, gurët, të stolisur, të berë, të vdekurit kërkohen. Kjo është në Shkodër. Kjo në Të Majtë. Kjo tjetra besoj është në një vend. Jo, kjo është në Rinas. Në Rinas, mas andaj e morën nga Tirana, e quan në Qaftan të Pogradecit. Të gëdhendurat. Prej guri, prej druri, që atë të thotë mos bëj asnjë të gëdhendur që është lart në qiell, ka fjalën dhe figurën e birit të tia, apo të engjëve, apo të ndonjë qenie poshtë, thotë në tokë, ka fjalën për njeriu, ose mas andaj edhe që janë në ujra. Jo, prap bëhen të gëdhendurat. Të vdekurit. Ja ku janë të vdekurit në Tiranë. Në Tiranë. Që këta, që ndjekin, si që kemi thënë? Ndjekin të vdekurit. Kafka me kurorën, që kjo është nekurmancia, që ishte vudu, fryma e vudut, quhet. Ndërkohë, ka disa thot që po ndjellin thot të vdekurit, që ligji për 18 e kategorizon si një gjë të neveritshme, që po merren thot me gjëra të neveritshme. Tani këto janë ato që janë të gëdhendurat sot në kombin ton, dhe mbas kësaj Ati Jahwe thot respektoni sabatet e mia. Me njerë, i hoqe i du thot, mas andaj respektoni sabatet e mia. Dhe kështë fjalën për tempullin atë kohë, pra respektoni shenjtorin time. Por respektoni kush është shenjtorja tani personale. Nuk e përmendëm pak më përpara? E përmendëm. Ja ku është. Tempulli, që ata që kanë hyrë në beslidhje, me ndalimin nga shkelet e ligjit, besim tek Mesia Jashua, ti tani je në tempulli i frymës së shenjtë. Dhe duhet ta respektosh, duhet mos e njollosësh. Unë jam Jahwe, thot Ati. Unë jam autoriteti që ti do të kesh, këtë po të thotë. Ja po të thotë. Ndërkohë tash, nëse ti vendos një autoritet tjetër në jetën tënde, nëse ti vendos dhe e lejon në jetën tënde që dikush të marrë autoritet mbi ecjen tënde, mbi praktikën tënde apo festat e Atit Jahwe që do fillon tash është dhe në 7 të muajit të 10, është tabernakull, festa e çadrave. Nëse ti e lejon që dikush të vendosë autoritetin në jetën tënde, atëre po bie pre e atij lloj autoriteti dhe nuk është Ati Jahwe autoriteti në jetën tënde. Po ju po vëlla si do ta bëj? Si do ta bësh, do flasësh, do veprosh. Do t'i tregosh se kujt je, kushdo që ti jetë përreth në jetën tënde. Nëse ti dëshiron ta bësh atë gjë, nëse vërtet e do Atin Jahwe, sepse ai ka thënë që çfarë? Duhet të jemi të veçuar. Dhe ti e di që masandaj ka shumë gjëra që ndodhin këtu në për familjet tona. Është palishmëria, është errësira, bali që adhurojnë, që nuk janë besimtarë dhe janë jo besimtarë, dhe kanë idhujt e tyre. I vendos kujt do t'i shërbesh. Ka dhe lejo si autoritet të flasi në jetën tënde. Dhe thot Ati, prandaj dilni nga mesi tyre. Dhe ndahuni prej tyre, thotë Jahwe. Dil nga mesi tyre. Dhe ndahu, sepse thot Ati Jahwe, nuk e thotë dikush, se nuk e them as unë as tine, thot dil prej tyre.
dhe ndahuni prej tyre. Dhe mos prek asnjë gjë të ndyrë. Dhe kështu ati Jahue të pranon, Erion. Dhe do të jetë një atë për ty, dhe ti mund të jesh një birë për te, dhe bija masandaj, bashortja apo, thot ati Jahue i plot fuqishmi. Ndërkohë këtu është zbulesa 21, është zbulesa 3, Jeremia 31 e Beslijes së re që po citon. Dilni nga mesi tyre dhe ndahuni prej tyre, sepse vjen gjykimi, Erion. Po vjen ndër kombet. Mesia Jashua do të vi të gjykoj kombet me anë të ligjit. Isaia 51, 4 deri në 9. Nga unë do dali ligji, thot, dhe do gjykoj shumë popuj. Qelli do të avaritet, thot, toka do konsumohet si një robë, dhe të banorët e saj do jenë të vdekur shumë, thot. Por ju e këtë fjalën që njini drejtsinë që zbatoni ligjin tim, mos u shqetësoni, thot, për fyret e tyre të rënda. Sepse do të mbroj, thoshte. Nuk këtë nga në vajti tani. Sefenia 2:3. Atë statujat e tjera që kemi. Semiramis me Tamuzin, një, mos andaj ke në Egjipt këtuja ke Isis me Horusin, dhe mos andaj ke Marine me bebi Jezusin të tyre. Jezusin, që fjala sus është Tarsus, ishin demonet e asaj kohe që apostulli, mos andaj adreson dhe ishte lindur në apostulli Shaul. Apo Pegasus, apo Dionysus, apo Zeus. Me të dhanë Zeusin këtaja. Ndërkohë emri i tij është Jashua Mesia. Sepse unë, thot, jam Jahue Zoti juaj. Veçohuni, pra të jeni të veçuar, sepse unë jam i veçuar, thot ati Jahue. Dhe mos u infektoni me asnjë kafshë, thot, që zvarriten në tokë. E ka fjalën për ngrënien pastër, dhe këtë po të citon apostulli këtuja me njëherë. Ne e dyta e Korintasve. Mos prekni asnjë gjë të ndyrë. Dhe unë do t'ju pranoj kësaj fjalën dil nga ana frymërore njëherë. Mos prek idhujt e tyre. Pasandaj mos prek dhe gjëra të papastra në trupin tënd, mos i futo se je tempulli i frymës së shenjtë. Sepse unë jam Jahue që ju beri, thot, të dilni nga vendi i Egjiptit. Nuk të nëzori neve Egjiptin që kemi të Babilonisë, nga rrjedha e kësaj bote? Për të qenë, thot, e bera për të qenë Zoti juaj. Çfarë do thot për të qenë Zoti juaj? Për të qenë zotëria juaj, për të qenë autoriteti juaj, për të qenë masandaj ju çfarë do të nënshtroheni. Jini pra të veçuar, sepse unë jam i veçuar i shenjtë. Dhe ky është sot ligji për katës masandaj që flet për të dalluar çfarë është e pastër apo e papastër. Midis kafshës që mund të hahet dhe asaj që nuk mund të hahet, nuk duhet të hahet. Dhe apostujt nuk kanë gjëra të papastra. Nuk bashkoheshin me idhujt e Babilonisë apo të vendeve përreth aty ku ishin. Nuk i bënin shok në tryezat e tyre. Nuk i merrin masandaj hititët apo masandaj të sirianët apo egjiptianët dhe i futnin masandaj në tryezat e tyre dhe s'ka gjë se jemi një tani. Kështu bënin ata? Ja ku këtë gëdhendrat. Në laç, që është shembulli i adhurimit të Balit që vazhdon sot.
Ndërkohë ka njerëz që çfarë? Përulen përpara tyre dhe ati thotë që nuk do të besh asnjë lloj skulpture, asnjë lloj shëmbëltyre të asnjë gjëje që ndodhet lart në qiell, këtu poshtë në tokë, thotë, dhe në ujërat poshtë nën tokë. Ndërkohë bëhen prapë shëmbëltyrat, bëhen të grendurat. Nuk do të përulesh përpara tyre, jo, i përulen përpara tyre. Të tregoj një foto, më andaj, të tregoj një foto tjetër. Çfarë bëni? Çfarë bëni? Kjo ishte në një faqe italiane, por është e njëjta situatë që ndodh. Është e njëjta situatë. Ja vogë. Ja të gëdhendurat. Ja ku i vën kurorën, ja ku janë kurorat e Ishtar. Kurorën e Ishtar e ke, siç pam pak më përpara, mos andaj që nga Tirana. Me marrëdhënie të mos andaj ja ku ke Ishtar këtu ja. Ja ku ke. Asnjë të re në diellin. Përko ja ku ke përullet, ku i bën tjetri. Ja ku ke. Ndërkohë përulen të gëdhendurave që ati thot mos bëj, i përulen frymës së vdekjes dhe lutën kafkave, dhe adhurojnë shok se ngren tjetri me kokorën e Dagonit, gjysmë peshku, gjysmë njeri që adhuroshe në Siri. Edhe mas andaj, edhe ngrejnë dhe shëmbëltyrën e saj, dhe i ven kurorat mas andaj të Ishtar, edhe fillojnë qajnë njerëzit, dhe janë të adhuruar, të magjepsuar, ndaj asaj. Ndërkohë ati Jahue thot, nuk duhet të kërkosh të vdekur të llogaritë të gjallëve. E hedhim atë varg, hedhim atë varg. Po duhet konsultohesh thot me Zotin Jahue. Konsultojnë këta njerëz me Zotin, këta konsultojnë me te. Ke parë faqet në shqip, mas ndaj, po vendos një amen, sepse ja, ajo po ndërmjetëson për ty, ajo është poshtë duke qenë për të marrë trupin hynor, trupin e pavdekshëm, kur të vi Mesia Jashua të mbas gjykimit të botës. Që është bashkë me Abrahamin, me apostujt, me të tjerët që janë për të ringjallur. Nuk është në qell ajo, se asnjëri nuk ka hyrë në qellin përveç se birit të lavdisë, që u ringjall që është fruti i parë, Mesia Jashua. Asnjë tjetër nuk ka shkuar në qell. Dhe prapë ju konsultoheni me të vdekurën. A duhet vallë që të drejtohesh të vdekurve për llogaritë të gjallëve? Ju si të gjallë i drejtoheni të vdekurës. Të vdekurës. A nuk duhet të konsultohesh me Zotin Jahue? Jo, konsultoheni me të vdekurën. Me të vdekurën. Kishte njeri si ne. Ati përdori barkun e saj për ta konceptuar Mesian Jeshuan me anë të fuqisë së frymës shenjtë. Mbaroj atje. Mbaroj atje. Ti dhe unë do t'i përmbahesh ligjit dhe dëshmisë, këtë do të bësh. Përmbahemi sot neve në vllazëritë e tyre, i përmbahen ligjit dhe dëshmisë? Ligjit dhe dëshmia është të bërë të ne shikon, ti nuk po flet, siç ne flasim, ti atëre s'ke dritë, kështu të thonë. Ndërkohë ati Jahue thot, ligjin e dëshminë e ke mbajtur, thot? Profeti Enoku mori mazandaj që nga qelli? Dhe në rast se një person nuk flet sipas kësaj fjale që është ligji dhe dëshmia që duhet i përmbahemi, sipas kësaj fjale, ligji dhe dëshmisë që ke lart në blu, atëherë kjo do thotë që ai nuk ka dritë. Ka dritë në këta? Jo, errësira mbulon sytë e tyre, janë të verbuar nga Zoti i kësaj bote, Satani. Janë të verbuar kur ati thotë mos bëj shëmbëltyra të asnjë gjëje në qiell, në tokë ose në ujërat, ata gjendej bëjnë, i përulen përpara, dhe masandaj vjen padrejësia që dënohet
palishmëria e ejtërve mbi fëmijën deri në brezën e 3, të 4, atyre që po e urejnë duke bërë çfarë? Shëmbëltyra, nuk dëgjojnë çfarë ati thotë. Nuk dëgjon një ungjilltar, një ungjillor. Çfarë ati thotë? Heqin ligjin, bashkohen me ta sepse janë pjesë e tyre. Pjesë e tyre. Ja ku ke pjesët e tyre. Janë një dhe quan vllazëria ungjillore. Po normal që ke vllazëri tënde, por nuk janë në preshkrimit. Sepse janë idhuj të gëdhendur në zemrat e tyre. Në zemrat e tyre plot këtu. Përmendi njerë masandaj largimin nga idhujt, nga shëmbëltyrat, nga shenjat e vdekjes, nga kryqet, nga mamonët apo nga çdo lloj manipulimi që kanë edhe fete tjera. Përmendi njerë. Që ju përmend në Pogradec dikujt. Ju përmend dikujt në Pogradec. Do të pyesim ty, tha mua? Tash përse po kërkon të vdekur dhe puthni ikonat, që apostujt nuk kanë thënë gjëra të tilla, sepse citoni emrin e Krishtit. Po kush citon emrin e Krishtit duhet të largohet nga palishmëria, nga idhujt, nga të vdekurit. Si në Pogradec dhe përtej Shqipërisë. Ne duhet të respektosh, të përmbahesh ligjit dhe dëshmisë, ja ku janë festat e tia, sabatet e tia, urdhërimet e tia, statutet e tia që t'i zbatojmë në praktikë, në qoftë se. Në qoftë se. Pastaj tot unë do të vendos banesën time midis jush dhe nuk do t'ju përze. Tu është profetike, vargu 11-12 nuk ka ndodhur në Levitikun 26. Njerëzit mendojnë që ligji është ndodhin çik për atëre dhe ndërkohë ke profecit që akoma nuk janë përmbushur. Këtu ke zbulesën 21. Kur do ta vendosi banesën atë Joe midis nesh? Kur të vi Mesia në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Dhe nuk të përzej njeri brenda në qytetin. Do eci midis jush, do jem Zoti juaj dhe ju do t'jeni populli im në atë ditë. Që kjo bluja nuk ka ndodhur akoma. Ja ta shikojmë blunën që nuk ka ndodhur akoma. Të marrë zbulesën 21. Ja një moment. Ndoshta kam poshtë për më kollajshmëri. Do prekim e qik Ezekielin. Heskel, okej, quhet, okej. Ezekielin njëjtë. Zbulesa 21. Dhe unë pash, Gjoni thot, pash qytetin e shenjtë Jeruzalemi i ri që po zbriste nga qielli i tretë, që është qielli i tretë ku është vendosur, atë është në qiellin e 7. Nga Zoti thot Jahve, i bërë gati si nuse, është qyteti i shenjtë, është nusja, është tolisur për burrin e vet, për burrin kush është Mesia, është dendri i qytetit. Neve e veshim nusen me veprat tona të drejta që janë zbatimi i ligjit. Dhe më çojnë në një mal të lartë dhe më tregojnë nusen dhe pa qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Prap, zbulesa 22. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte, ja, tabernakulli, shtëpia e Atit Jahve është me njerëzit. Ai do të banojë me ta, do të ecë ndër ta. Dhe ai do të jetë populli, ata do të jenë populli i tij dhe vetë Zoti do të jetë bashkë me ta, Zoti i tyre. Kjo është çfarë po shikoni pak më përpara. Ja po afrojmë së bashku profecinë.
Në blu, do ta vendos banesën time, ja, tabernakulli, qyteti i shenjtë, banesa e tia. Ai do të banoj me ta. Dhe do eci midis nesh. Do jetë popull, në këtë rast ne do jemi populli i tia, ju do jeni populli im, tha ati jo. Ata do jemi populli tim, dhe unë do të jem Zoti i tyre. E do ecë midis jush, dhe jem Zoti juaj. Do të banoj me ne, do qëndroj me ne, do tabernakull me ne, do më thënë, fjala tabernakull do thot, do qëndrosh, nga hebraishtja, të qëndrosh. Andaj është festa e çadrave që qëndron për 7 ditë. Me fle në çadër. Përse? Sepse neve, masandaj na është këshilluar, na është urdhëruar nga Ati, për të ditur thot si nxorra bijtë e Izraelit thot nga Egjipti dhe i detyrova të banunin thot në për çadra. Dhe është një detyrim që ne do ta bëjmë. Ezekieli 36. Do të thuash këtyre rebelëve shtëpisë së Izraelit, kështu thot Zoti Jahwe, o shtëpi e Izraelit, mjaft me veprimet tuaja të neveritshme. A nuk duhet neve të ndalojmë me veprimet tona të neveritshme në kombin tonë, ne që përmendim emrin e Krishtit, duke shkelur ligjin majtas djathtas, duke qenë fetar, duke cituar ja po duhem pleq këtuja, po duhem pleq që zbatojnë urdhrimet e ligjit. Efezianët 4:11 që këta kishin urdhrimet e ligjit. Apostull Shaul duke qenë një pleqve të kishës. Sepse për dikë thot po ja dale janë këto gjëra, okay, nga e diti që apostulli kishte ligjin, okay, e shfaqim në ekran. Identitetin e tia. 2-3 vargje, nuk do shikojmë shumë vargje të tjera. Do vazhdojmë me okay. Kush janë pleqët e kishës. Dhe jo titull që marrin gratë sot në frymë rebelimi, që akoma nuk kanë hyrë në peslidhje një herë parë. Me citimet fetare masandaj ka plot. Apostulli, plaku i kishës, identiteti i tia, i njohur Pali, po Pali u vu nga greku. Emri i tij është Shaul, ja ku e ke këtu. Mesia Jashua i foli në gjuhën e hebre. Shaul, përse po më përndjek? Dhe ai çfarë? Gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit, në zemrën e tij. Dhe jo protestantizmi masandaj katolik ortodoks, i dishepujve të Marcionit, apo reformistët të platonik të Aristotelit, të kultit të Dionysus të Pitagorës që mori nga Greqia, që Pitagora mori nga Egjipti, filozofitë dhe mësimet e ateshme që masandaj u dha Aristotelit dhe Platosë, filozofëve grekë. Dhe dolën prandaj thot apostulli Shaul thot në Efezianët, keni kujdes thot, në Efezianët, në Kolosiane 2, që mos u bëjnë pre e filozofive, mashtrimeve të kota sipas urdhrimeve të njerëzve, sipas urdhrimeve të njerëzve, dekreteve të njerëzve, imponimeve të njerëzve, autoritetin e njerëzve. Thjesht për të treguar që ai besonte në çdo gjë që ishte shkruar në ligjin. Unë i besoj të gjitha gjërat që janë shkruar në ligjin. Dhe kemi mira judenj, që po e tregonte Jakobi, vëlla, ti shikon sa mira judenj. Kam besuar tek Mesia Jashua dhe ecin i përmbahen me dhëdhën ligjit të Zotit Jahwe. Kjo është asamblea Veprat 21. Tingëllon diçka? Ka kuptueshmëri fjala sot? Që apostulli Shaul thot, unë po e tregoj dhe ti do të tregosh thot si ecën bindur ndaj ligjit. Sepse më përpara ishte njëri tjetër i devotshëm sipas ligjit që i vuri duart, ishte Anania, që mori shikimin apostulli Shaul. Apo jo, prap njerëz të devotshëm sipas ligjit që Mesia Jashua viziton. Dishepullin e tij, Ananian. Okej. A nuk duhet të ndalojmë neve veprimet tona të shkeljeve të ligjit, anullimeve marcionike, katolike ortodokse me këshillat e tyre, të Laodicesit, Niceisit që fokusi ishte
anullimi i ligjit dhe masandaj për të bërë Mesian Jeshuar, për të bërë ati, ai është Zoti Jahve thoshin, që kishte dy natyra. Kon ata, po si ka njeriu dy natyra? Si pas ka njeriu të jetë një natyrë masandaj e përjetshme si pas tyre dhe masandaj në njëjtën kohë kishte të vdekshmen në tokë. Si mund të jetojnë të dyra? Vdekja me përjetësinë nuk jeton dot. Si mund të qëndrojnë në një trup? Me këtë tro filozofi të mashtrimet e kote që u imponuan në shekullin e 3 të 4 me katolikë ortodoksët. Mesia Jeshua kishte një natyrë të vetme, kishte një qenje të vetme, kishte natyrën e tij që ishte e vdekshme, sepse u tundua në të gjitha pikat dhe vdiq. Kishte qenjen e tij të vetme. Në ati Jahve, para themelimit të botës, e deklarovi dhe emërtovi si emër, dhe e dekretovi masandaj si emër që ai do vinte 2000 vjet më përpara në kohën tonë. Dhe do vdiste, do ringjalleshin nga fuqia e Atit dhe do ta lartësonte përmbi engjëjt dhe njeriu. Kjo është para ekzistenca e Mesias, në konceptin e paranjohjes që thot Pietri. Ishte i paranjohur, ishte i lartësuar përpara se ai të lindte tashme. Ishte dekretuar në praninë e engjëjve, Ati e dekretovi emrin e tij, e shpalli emrin e tij përmbi çdo emër tjetër. Kaq. Mos shkojmë në para ekzistenca fizike dhe takime masandaj gjoja, udja, shkurja ishte Jezusi, apo ishte Jakobi masandaj u ndesh me Mesian, edhe Abrahami masandaj takovi në Zanafilla 17, po këtu Jehoshua që tha unë jam kreu i ushtrive dhe ati ishte arkangjulli Michael. Kaq. Nuk ekziston një person në gjendjen e tij të koshente, të vetëdijshme, para se ai të shfaqet në një trup njeriu, sepse përben masandaj dy persona të ndryshëm. Një person nuk ka ekzistuar as Mesia Jeshua më përpara dhe në frymë dhe në aspektin e tij si frymë që thonë sot. Po si frymë është e përjetshme, si mund të masandaj ky i përjetshëm merr një natyrë të vdekshme? Është thjesht çështje deklarimi që Ati bëri për ta emërtuar, lartësuar, dekretuar në praninë e engjëjve të tij që biri tim do vi një ditë, ai do quhet biri tim, ai do jetë i lindur në një mënyrë të veçantë, jo nga njeriu, por nga fryma e shenjtë, i konceptuar në një mënyrë të veçantë, jo siç bën njeriu zakonisht, burrë dhe grua, po ky do jetë konceptuar nga fryma e shenjtë. Prandaj vëlla motër për ne këtu kur thot Ati që ky është biri im i vetë lindur. Ajo fjala vetë lindur do thotë që i lindur në një mënyrë të veçantë. Ta kuptosh, kur të pyesin të tjerët, u konceptua në mënyrë të veçantë. Prandaj vëlla ku po i shpjegonja masandaj motrës tënde, që po i thesha që u lind jo nga njeriu, u lind nga konceptua nga fuqia e frymës së shenjtë që ka kapacitet Ati me frymën e tij ku flet të lindi masandaj nga hiçi dhe konceptovi masandaj në barkun e Miriam, që ishte virgjëresha Miriam. Keni bërë të futen të huaj, të parethprer nga zemra dhe nga mishi. Keni bërë të futen të huaj, të parethprer nga zemra dhe nga mishi. Ja çfarë keni bërë në për familje shqiptare. Që Ati pas mëshirë për gjykimin që po vjen, po në qoftë se nuk ka pendim, sa do jetë mundimi i madh në atë ditë, se po vjen mundimi, shtrëngimi i madh. Çfarë do bëni në atë ditë? Hyeni nderim dhe omazhe të vdekurve, i dhujtarëve masonë, të adhurimit të Horusit që ishte Francesku, papat e Vatikës, Vatika që ishte hynia në Roma, ishtar që ka ndërtuar qytetin e Vatikanit mbi tempujin e Vatikës. Vatika për ju që nuk e njihni është kjo ja. Ja ku ke këtu ja. Ja ku ke
Një ku është Vatika që vjen, më thëndaj dhe ngrihet, lartësohet. Ishtar është Vatika, me emra të ndryshme. Keni berë të futen të huaj sa kanë hyrë të huaj nga Shqipëria me doktrina të rreme, ligju hoq, manipulime filozofike, ndërkohë shikojmë, mos andaj, që i ke me të vdekurit,